A ma mirë kon ajo koha më herët apo koha tash? Më mirë atëherë. Ka pas disiplinë, ka pas respekt. Tash, qeveria ankohen dhe e shohin profesorin, mësuesin, që ato të shohin po i ndëgjojnë fëmijët, ka humb respekti tash edhe ndaj profesorit. Kur humb respekti, ai fëmijë mëson, nuk edukohet, e kanë degradu me fund me universitete dhe shkolla private. Që brej kena punë me shëndetësie, me krejtë senet, si kemi brej mirë fare punë. Që 35 si e profesor i letërcisë. Po. Tregom, a ma mirë kon ajo koha më herët, kur e kon profesor ti, në atë kohën e më pashme, që e dim, apo koha tash? Po mendon në ndryrim të sistemeve, komuniste dhe tani. A para viteve 2000 apo mas viteve 2000? E kuptova. Më mirë atëherë. Pse më mirë tregom? Ka pas disiplinë, ka pas respekt ndaj profesorëve, ta marrëm tek kundërtën. Tash, qeveria ankohen dhe e shohin profesorin, mësuesin, që ato të shohin po i ndëgjojnë fëmijët, ka humb respekti tash edhe ndaj profesorit. Kur humb respekti, ai fëmijë mëson, nuk edukohet, ai edukohet me qatë rrugë, me qatë gjuhë që po e ndëgjojnë në televizion të deputetit, të parlamentit, të kryeministrit. Është keq. Dikur kishte respekt për mësuesin, disiplinë në shkollë, vlerësimi tamam si duhet. Tash, për mi vërtetu krejt këtu, kuadrot e socializmit kanë qenë dhe janë gjallë ende, janë doktorët më të mirë, inxhinierët më të mirë, ekonomistët më të mirë, juristët më të mirë. Mi krahasu me juristët dhe inxhinierët e doktorët që dalin tani pas luftës. E kanë degradu me fund me universitete dhe shkolla private. E kanë degradu arsimin, sidomos kjo qeveria e fundit duke i shoh, e fyje, nuk në ka shoh veç neve ky. Ky ka shoh krejt ministrite, krejt këto farë organizatat s'kalon kanë pa shoh, tu viktimizu, tu thonë, valla s'po mlon, po ti s'ke ardhë, mëre mos me mujt, ti ke ardhë me mujt, ti ke ardhë me ndreq punë, ti jo mu anku. Po thu që qeveria ose partia në fjallë që është në pushtet i ka fajet për mos edhe respektimin e nxënësve dhe profesorave? Në këto 4 vitet e fundit po ky respekt nuk është që ka humbë veç në këto 4 vitet e fundit, ka humbë edhe pak më përpara, sepse e bën punën e vet universitetet private, shkollat private, e bën punën e vet. Edhe tash. Po ta tregoj një shembull. Hosni Mubarak ka qenë një kryeministër i Libanit, 30 vjet. Edhe shkon mu shëru dikun. Një shtet jashtëm. Doktori i thot motrës, shikoje pak se ky ka qenë kryeministër 30 vjet. Motra e meqme shumë, po çfarë shikoni, çfarë kryeministri ky kur ky në vend vetin se ka bërë një spital për mu shëru vetë, mi shëru popullin e vet, po çfarë kryeministri ky? Edhe tash, çfarë po folum? Që brej kena punë me shëndetësie, me krejt senet, si kemi brej mirë fare punë. Tregom që është këshilla më e shpesh që ja jep nxënësave. Në përgjithësi, nuk kemi ndonjë diçka, ata vinë me edukat familjare, tani kur janë ata të mirë na i përmirësojmë edhe pak, kur vinë me edukat jo të mirë, edhe ata mundohemi mi kanalizu. Sa vinë sot me edukat mirë? Është një përqindje koqa, është një përqindje, një 5-60% janë me edukat shumë të mirë nga familjet e mira vinë, po flasë për komunën tonë, tani një 40 tjetër dën pak mistrugit e mi qitë në vend, megjithatë janë të mirë, fëmijët janë të mirë. A je pishmon që je profesor Kallëzim? Jo, nuk jam. Si që dosh me dru profesionin? Jo. Halal qoftë që dora. Zotit Trujt Allah shnetën. Faleminderit, miru pa. Kalën e mirë, respekt. A ma mirë kon ajo koha më herët apo koha tash? Më mirë atëherë. Ka pas disiplinë, ka pas respekt. Tash, qeveria ankohen dhe e shohin profesorin, mësuesin, që ato të shohin po i ndëgjojnë fëmijët, ka humb respekti tash edhe ndaj profesorit. Kur humb respekti, ai fëmijë mëson, nuk edukohet, e kanë degradu
me fund me universitete dhe shkolla private. Keq bre kena punë me shëndetësie, me krejt senet, si kemi bre mirë fare punë. Që 35 si e profesor i letërsis. Po, Tregom, a ma mirë u kun ajo kuha ma herët, kur e kun profesor ti, në atë kuhën e ma pashme, që e dim, apo kuha tash? po mendon në ndrym të sistemeve komuniste dhe tani. A para viteve 2000 apo mas viteve 2000? E kuptova. Më mirë atëherë. Pse ma mirë tregom? Ka pas disiplinë, ka pas respekt ndaj profesorëve, ta marrëm të kundërtën. Tash, qeverit ankohen dhe e shohin profesorin, mësusin, që ato të shohame po i ndëgjojnë fëmijët, ka humbë respekti tash edhe ndaj profesorit, kur humbë respekti, ai fëmijës mëson, nuk edukohet, ai edukohet me qatë rrugë, me qatë gjuhë që po e ndëgjojnë në televizion të deputetit, të parlamentit, të kryeministrit. Është keq. Dikur kishe respekt për mësuesin, disiplinë në shkollë, vlerësimi tamam si duhet. Tash, për mi vërtetu krejt këtu, kuadrot e socializmit kanë qenë dhe janë gjallë ende, janë doktorët më të mirë, inxhinierët më të mirë, ekonomistët më të mirë, juristët më të mirë. Mi krahasu me juristët dhe inxhinierët e doktorët që dalin tani pas luftës. E kanë degradu me fund me universitete dhe shkolla private. E kanë degradu arsimin, sidomos kjo qeveria e fundit duke i shoh, e fyje, nuk në ka shoh veç neve ky. Ky ka shoh krejt ministrite, krejt këto farë organizatat s'kalon kënë pa shoh, tu viktimizu, tu thonë, valla s'po mlon, po ti s'ke ardhë, mëre mos me mujt, ti ke ardhë me mujt, ti ke ardhë me ndreq punë, jo mu anku. Po thu që qeveria ose partia në fjollë që është në pushtet i ka fojet për mos edhe respektimin e nxënësve dhe profesorave. Në këto 4 vitet e fundit po ky respekt nuk është që ka humbë veç në këto 4 vitet e fundit, ka humbë edhe pak më përpara, sepse e bën punën e vet universitetet private, shkollat private, e bën punën e vet. Edhe tash. Po ta tregoj një shembull. Hosni Mubarak ka qenë një kryeministër i Libanit, 30 vjet. Edhe shkon mu shëru dikun. Një shtet jashtëm. Doktori i thot motrës, shikoje pak se ky ka qenë kryeministër 30 vjet. Motra e meqme shumë, po çfarë shikoni, çfarë kryeministri ky kur ky në vend vetin se ka bën një spital për mu shëru vetë, mi shëru popullin e vet, po çfarë kryeministri ky? Edhe tash, çfarë po folum? Keq bre kena punë me shëndetësie, me krejt senet, si kemi bre mirë fare punë. Tregom që është këshilla më e shpesh që ja jep nxënësave. Në përgjithësi, nuk kemi ndonjë diçka, ata vinë me edukat familjare, tani kur janë ata të mirë na i përmirësojmë edhe pak, kur vinë me edukat jo të mirë, edhe ata mundohemi mi kanalizu. E sa vinë sot me edukat mirë? Është një përqindje koqa, është një përqindje, një 5-60% janë me edukat shumë të mirë nga familjet e mira vinë, po flasë për komunën tonë, tani një 40 tjetër dën pak mi strugit e mi qitë në vend, megjithatë janë të mirë, fëmijët janë të mirë. A je pishmon që je profesor Kallëzak? Jo, nuk jam. S'kishe dashur me dru profesionin? Jo. Halal qoftë që dora. Zotit Trujta Allah shnetën. Faleminderit, miru pak. Kaleni mirë, respekt.